Kultura, tradita dhe historia e Selitës në Mirdit u prezantuan përmes një aktiviteti muzikoro-letrar të titulluar Dita Kulturore e Selitës. Ky organizim, që vjen për të tretin vit radhazi dhe i konceptuar si një festë në vendlindjen e cila është braktisur masivisht gjatë viteve të fundit, bëri bashk banor, ish banor të zonës dhe shumë të ftuar, të cilët prekën nga afër potencialin turistik dhe kulturor të Selitës. Organizatorët dhe autoritetet të pranishëm në këtë event kulturor theksuan nevojën për rigjadërimin e jetës në zonat e thella me potencial zhvillimit të turizmit historik dhe kulturor. Komunitetet nuk janë as të djathtë janë në Shqipëri dhe duhet mbuluhen me aktivitete të tilla. Duhet mbështeten në mënyrë graduale dhe këtë ditë të jetë ditë e shenjtë. Uroj që këtë ditë të jenë edhe për Roshin, edhe për Kaqinorin, edhe për Rubikun, edhe për Shenën e për thellë e për gjitha. Ditën e sotshme e bëjmë pak më të madhe në mënyrë që me rujt traditat edhe bashkëpunimi që bëjmë me shkollën këtu, edhe pse fatkeqësisht këtu kanë mbet vetëm 2 nxënës, por sot në këtë ditë po japim pak pak entuziazëm, gëzim kësaj dite me këto aktivitete. Ndjem keq pak sepse gjithë ky vend i bukur, i pabanum, është i fatkeqësi për vendin tonë. Ky janë një vend i mrekullueshëm për ne dhe mbulojnë resurset dhe janë 3 male të mrekullueshme, Valmori, Didhja dhe Mulli. Kemi resurse të Krojt Bardh, që është një vend turistik që vinë turista pafund, që japin një zhvillim kësaj zonës. E bëjnë më të gjallshëm gjatë kohës së verës. Por këtu ka qenë pengesa pak ke pjesa rrugës. Rruga është pjesa e stabilitetit dhe pjesa e sa më shumë që vinë turista dhe bëjnë lëvizje më të shpeshta. Dhe kjo ka bën pak të dobësueshëm, e ka dobësuar këtë zonën tonë. Dita kulturore e Selitës përkoi me festën e Shnanout, ku në kishën me të njëjtin emër u mbajt një meshë e shenjtë e udhëhequr nga Dom Gjergj Meta, duke i dhënë organizimit një dimension të veçantë shpirtëror.